nona u që tha, për i zatë zotit mos ma vroni burrin. Ka ik, edhe prej ati momentit tani mo nuk dihet për fatin e nanës, sa i përket Prishtines, më ka të regu babaj im, i cili ka shpetu gjysmë i gjallë, se nana është zhduk prej që ati momentit edhe vazhdon akoma me qenë zhdukur, kanë jetu në periferit Prishtines, në lagje Sofali që quhet, që kanë edhe monumentin, ka disa të vramë. Ditën e Bajramit, me 28 mars, vitit 1999, ditën e Bajramit e kanë zbraz krejt Sofalin, edhe kanë ikë të gjithë për Mramar. Aty ka qenë edhe motra ndër këta të refugjat, dhe më thonë motra me dhondrin, kanë ikë edhe ata, po baba me nanën kanë met në malë. E tha e morëm një batanie, një qebe, mbulum se karo shumë shi, kush i kujton ato skena, ka qenë kohë e lahtarshme. Shi, sklod borë. Edhe ty e po tha që po dojnë me na hangër sorrat, u këthym në shpe. Me datën 8 prill, dhe më thonë prej 28 deri me 8 prill 10 dit, jo në shqy vetëm me ujnë e shiut zotit. Me 8-in jo në këthy, me 12-in tha fillun me kallë Sofalin. Edhe kanë hy, kanë thonë prindërve, pëse s'kini ikë jo, valla s'kina mujtë që qëtu, kanë thonë babes, ajde del me u kallë në shpit kujshive, tha veç javë këshin fut flakën. Ka qenë, bilinjeni ka punu në Kosovare me mbi emrin Zeka që ka pos shpina aty, tha baba unë dath borë, nona u që tha për i zatë zotit mos ma vrani burrin. Tha në ty me ndu që ma mirë me më pushkatu, me më vra, se sa me u fut në flak, e kanë gju kjo u fut mas shpis, ka ik, edhe prej ati momentit tani mo nuk dihet për fatin e nanës,